Alba Story prezanton. Mirdita, jam një grua 60 vjeçe dhe dua të tregoj një ngjarje që ndryshoi plotësisht një ditë e zakonshme të jetës sime. Prej shumë vitesh jetoj e vetme. Fëmijët kanë jetën e tyre, ndërsa unë e kam ndërtuar përditshmërinë time me një qetësi të plotë. Çdo mëngjes zgjohem herët, pi kafen, rregulloj shtëpinë dhe dal për të bërë pazaret e ditës. Kjo rutinë ishte bërë aq e pandryshueshme saqë mendoja se asgjë e re nuk mund të më ndodhte më, por gjërat më erdhen atëherë kur nuk i prisja. Isha duke ecur në një rrugë mjaft e populluar të qytetit. Njerëzit kalonin me nxitim, secili në hallet e veta. Por aty, pranë një muri të vjetër, pash një djalë. Ishte një lyps, ndoshta rreth 30 vjeç. Pamja e tij ishte e rëndë. Rrobat i kishte të vjetra, të grisura dhe shumë të ndotura nga pluhri i rrugës. Flokët i kishte të rritur pa asnjë rregull, dhe mjekrin e gjatë që i mbolonte pothuajse gjithë fytyrën. Të gjithë e shpërfillnin, por unë ndala. Diçka më bëri të mos e vazhdoja rrugën time si çdo ditë tjetër. U ofrova pranë tij, hapa çantën, nxora 10.000 lekë dhe ja dhash. E ai i mori vetëm me një falënderim. Por unë nuk u largova më njëherë. E shikova dhe i fola me një ton shumë të qetë të ëmbël. I thash, nëse do, kam ca dhurata për ty. Dua të fal ca rroba, dhe nëse do, dua të gatoj për ty sonte. Prandaj i thash nëse pranon të vish me mua në shtëpinë time, do të kesh rroba të reja dhe një darkë të ngrohtë. Ai u ngrit dhe u habit pak nga kjo ftesa ime. Patjetër, më tha ai pa u menduar gjatë. Po si jo, tha. Dua që të shke me te. Por si fillim i thash unë, duhet të rregullohesh. Do t'i paguaj unë të gjitha shpenzimet e tua. Eja, i thash pas meje. E ai filloi të ecte dhe të mendiste. Nuk e kisha as pak frikë, përkundrazi. Kisha një dëshirë të madhe për ta ndihmuar. Shkuam fillimisht tek një berber aty pranë lagjes. Hym brenda dhe unë i dhash udhëzime berberit që t'ja priste flokët mirë dhe t'ja pastronte plotësisht mjekrën dhe t'ja ruante gjithashtu. Berberi pas një hezitimi të shkurtër edhe ai pranoi. Në rregull, më tha. Unë ula në një karrige aty pranë dhe prita derisa të mbaronte. E kur u ngrit nga karrigja e berberit, fytyra e tij kishte filluar të merrte formë dhe t'i paraqitej, por rrobat ende tregonin gjendjen e tij të mëparshme. Dolëm nga berberi dhe shkuam direkt në një dyqan rrobash që ndodhej ca hapa me tutje. Ja zgjodha një kemish, një palë pantallona të pastra dhe të reja, si dhe një palë këpucë. Unë paguva gjithçka te kasa, e më pas u nisem drejt shtëpisime. Rruga nuk ishte e largët dhe nuk folëm shumë gjatë ecjes. E sa po hym brenda në shtëpi, i tregova korridorin. Ajo dera aty është banjoja, i thash. Derisa unë të gatuaj gjellën e kuzhinë, ti shko bëj një dush, e pasi të lahesh, vish rrobat e reja që sapo t'i bleva. Ai shkoi dhe pas pak u dëgjua zhurma e ujit. E unë kalova në kuzhinë, nxora perimet edhe mishin dhe fillova
të përgatisja gjellën. Shtëpia ime që kishte qenë gjithmonë e heshtur, tani kishte një frym tjetër. Zhurma e dushit dhe era e gjellës e mbushen atë ambient me një atmosferë ndryshe, edhe pse ju nuk e kuptoni, por për mua ishte vërtet mbreslënse. Pasi kaloi pak kohë, uji u ndal. Dëgjova derën që u hap dhe hapat e tij që po afroheshin drejt kuzhinës. Unë ktheva kokën nga dera për ta parë, e kur ajo shfaq aty, mbeta gojë hapur. Ai djalë kishte ndryshuar tërësisht. Rrobat e reja i rrinin mjaft mirë në trup. Flokët i kishte krehur dhe pastërtia i kishte nxjerrë në pa një bukuri të jashtëzakonshme. Nuk ngjante më fare si ai njeriu që pash në trotuar. Tani ngjante fiks si një zotëri i vërtet, me një dukje krejt të re dhe plot hijeshi. Që në atë moment filloi të më pëlqente shumë. Pamja e tij më tërhoqi vëmendjen dhe nuk mund t'ja hiqja syt. E gjatë përgatitjes së gjellës, vendosa të bëja një hap më shumë. Eja më ndihmo pak këtu në kuzhinë, i thashon, dhe shikoja me një shikim mjaft ngacmues. Ai erdhi dhe u frua pranë branakut ku po punoja. E unë fillova t'i flisja me fjalë të ndryshme. Kuptohet, duke e provokuar. I thoja sa mirë i rrinin rrobat dhe sa shumë kishte ndryshuar. I rria afër me trup dhe kërkoja vëmendjen e tij me çdo kusht. Por ai nuk ishte dhe aq i ndrojtur. Qëndroi aty pranë meje, pa prishur fare trezin, por duke ndjekur çdo fjalë që i thoja. Unë para nuk kam, por as budalla nuk jam, më tha ai me një nënqeshje. E di shumë mirë se ku do të dalësh me këto fjalë, më tha ai. E unë e pash dhe i fola me po aq vetbesim sa ai. E po nëse e di se çfarë po ndodh, çfarë po pret, i thash unë atij. E ai tashme nuk priti me gjatë. Bëri një hap përpara, më kapi dhe filloi të më përqafonte. U ofrua dhe me puthi aty në mes të kuzhinës, e ndërsa unë fillova ta ledhatoja tek faqet e tij me pëllëmbët e mia dhe e putha me shumë etje. Ja ktheva të puthje me gjithë dëshiren që donte ai dhe doja dhe unë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.